Haleluja. Shalom, shalom, vlla e motër, kudo që po më dëgjon, që po më ndjek, Ulger Spai nga Zeri Mesias, mirë se erdhe në takimin ton. Kjo është pjesa e 4 për lavditatit, pjesa e 4 e mësimit që kisha akoma në zemër dhe janë disa çështje që do t'i mbarojmë për lavditatit. Do besh mirë të shikosh 3 pjesë, ndoshta janë 3 pjesët, po janë 3 pjesë që janë në kanalin tonë në YouTube dhe gjithsesi ti po e shikon tani të njëjtën video për lavditatit, do shikosh themelet për ecjen tënde, për formimin tënd, lavditatit. Do vazhdojmë tek shkrimi, për lavditatit në pjesën e 4, lavdimit të tia. Në libri i Hezekielit, profeti Hezekeli në kapitullin 36 flet për disa aspekte shumë të rëndësishme dhe këtu vetë profeti tia po deklaron 1000 vjeçarin, vlla motër. 1000 vjeçari për disa për nesh që nuk e kanë kuptuar është periudha e 1000 vjetëve kur Mesia në këtë rast do shfaqet në ardhin e tij të dytë, mbasi të ketë gjykuar kombet, mbretit e dheut, krerët dhe qeveritarët e botës, ai do vendoset mbret mbi çdo mbret tjetër, siç ka profetizuar shkrimi, dhe në atë kohë, në të njëjtën kohë, kemi vendosjen e qytetit të ri, Jeruzalemit të ri, nga qielli që zbret. Dhe kjo është mbas zemërimit të Atit, vlla motër, mbas zemërimit të Atit. Mundimi i madh që është 3.5 vjet profetizuar nga Danieli, është ndryshe në këtë rast nga zemërimi i Atit. Zemërimi i Atit ndodh mbas shkëputjes të atyre shenjtorëve, besimtarëve që Ati ka vendosur të denjë për t'i tërhequr nga, në këtë rast, nga bota para se ai të sjellë zemërimin e tij. Zemërimin e tij shikojmë në zbulesa, në librat e zbulesës, ku kemi të bëjmë me në këtë rast me ato si quhen me ato poçet në këtë rast që kanë vajin e zemërimit të Atit, që në këtë rast hapen në qiell dhe Ati masandaj do gjykojë pa besinë, do gjykojë pa udhësinë e botës, dhe mbasi mbaron zemërimin e tij, biri i tij masandaj zbret, lavdia do zbresi në tokë. Në të njëjtën kohë lavdia Ati shfaqet nëpërmjet qytetit të ri, Jeruzalemi i ri, që do zbresi nga qielli i tretë, ku i drejti do banojë, siç e kemi në shkrimin në Psalmin 37, flet që zemërvuti do trashëgojë tokën. I drejti do banojë në tokën, në këtë rast do trashëgojë tokën, dhe kjo është premtimi që neve kemi, vlla motër. Do jemi për një kohë në këtë rast të shkëputur nga toka për shkak të zemërimit të Atit. Kjo është mbas mundimit të madh. Mundimi i madh ty të shtenë që do të rriqesh përpara. Mundimi i madh nuk është zemërimi i Atit. Në mundimin e madh, në këtë rast besimtarët dhe gjithë vota që do jenë këtu në atë kohën që kur do jetë për të manifestuar, do jenë këtu si kisha, si bota, sepse do testohen zemrat. Ka një plan që Ati ka folur për atë mundimin e madh. Libri i zbulesës flet haprazi, do kemi filluar me hiratë dhe do t'i marrim çdo libër, çdo kapitull në studim. Tani jemi në librin Mateut, që ka të bëjë, është i lidhur plot, sidomos dim që kapitulli 24 i Mateut flet për profecitë, për ngjarjet që do zhvillohen dhe janë në prag të derës, siç i shikojmë gjërat që po manifestohen rreth botës, mbi të gjitha në kombin e tij Izraelin, dhe çfarë po ndodh atje, që është qendra e manifestimit të dorës së Atit, profecitë që fillojnë dhe mbarojnë lavdiatit, kanë filluar dhe do mbarojnë në kombin e tij në Izrael, lavdiatit. Ne po presim qytetin e ri, siç priste Abrahami, lavdiatit, siç priste patriarkët tanë, qytetin e ri që do zbresi nga qielli, që është ndërtuar jo nga dora e njeriut, thotë shkrimi në Hebrejnë 13, por është ndërtuar nga Elohim. Është xhevairi i Atit, është ajo nusja që flitet në zbulesa 22, hryma dhe nusja i thot kujt? Shenjtorëve.
E janë ku? Në këtë rast, e janë të hyni në qytetin nëpërmjet bindjes në frymën e shenjtë, e lidhur me Romakët 8, siç e dimë në vargun 6, mendje kontrolluar nga fryma prodhon jetë dhe paqe. Mendje kontrolluar nga mishi prodhon vdekje, sepse nuk do t'i nështrohet urdhërimeve, festave, ligjit të Atit. Që ligji përben, vëlla motër, ligji që ti e ke dëgjuar ndonjëherë apo dëgjon për herë të parë, është karakteri i Atit, në te janë festat, në te janë urdhrimet e Atit, që shikojmë në para Gjonit 5:3, kur apostulli Johanan Gjoni thotë, kjo është dashuria e Elohim, që ne të zbatojmë urdhrimet e Tija, dhe urdhrimet e Tija nuk janë të rënda, nuk janë të vështira. Nëse ke një zemër për të shikuar në shkrimin, një zemër për të dalluar karakterin e Atit, për të pëlqyer Ati, dhe marrëdhënia jote, siç e dimë, mbi të gjitha është me Atin. Ati shikon paudhësitë tona, vëlla motër, Ati shikon bindjen tonë, Ati shikon vullnetin tonë, Ati shikon në këtë rast fundin para fillimit, por vazhdon të influencojë, vazhdon të na tërheqë nëpërmjet fjalës, nëpërmjet predikimeve që ti tani po dëgjon, për të qenë të denjë për të hyrë në portat e lavdisë, që ti të bësh përgatitjen tënde në zemrën tënde. Tani ke besuar tek Mesia Jashua, je vulosur me frymën e shenjtë të premtimit, pra të premtim që po vjen, Jeruzalemi i ri në 1000 vjeçarin që sapo fola, që ti e ke pasqyruar, e ke në ekranin tënd. Profeti Hezekiel flet pikërisht për 1000 vjeçarin, çfarë do ndodhi. Le ta shikojmë së bashku. Prandaj i thuaj shtëpisë e Izraelit, thot Ati, profetit e Tija, kështu thot Adonai Jahwe. Adonai do thot mjeshtër, do thot, siç e dim, Zot, do thot sundues. Jahwe, Jodhe, Vavhe, siç e ke në këtë rast në ekranin tënd, janë 4 shkronjat e emrit të Atit. Jahwe është përkthimi që të paktën vllai ka marr, apo në këtë rast dhe është një mësim më vete. Të inkurajoj, është një mësim më vete për sa i përket emrit të vërtetë në kanalin ton YouTube, kur flasim për emrin e Atit, sepse ka shumë emra që kanë dalë, shqiptimin, jo emra, më fal, por shqiptime të ndryshme, dhe është një vëlla që e kam përkthyer nga anglishtja në shqip. Është një mësim, një video e shkurtër që prek të gjitha çështjet dhe çdo pyetje apo përgjigje që neve duhet të marrim, dhe vëllai në këtë rast e shpjegon shumë mirë për sa i përket shqiptimit të emrit të Tij. Lavdjat. Kështu thotë Adonai Jahwe, unë veproj kështu jo për shkakën tuaj, o shtëpi e Izraelit. Tani, për ta kuptuar dhe ti, vëllai motër, shtëpia e Izraelit jemi ne tani, sepse në Efesianë 2 me anë të gjakut të Mesias, ai na bashkoi, na bëri një me popullin e Izraelit, dhe neve jemi një, lavdjatit. U afruam sepse ne ishim largë beslidhjes, ata kishin beslidhje, në Izraeli kishte premtimet, siç thotë në Romakëve, mos gabojnë Romakët 9, atyre u përket beslidhja, birërimi, ligji, premtimet, thot shkrimi, thot apostulli Shaul Pali. Ata në këtë rast kishin marrëdhënien e parë me Atin. Ne ishim në botë pa shpresë, pa Elohim. Por në momentin që Mesia në këtë rast vdiq dhe u ringjall në ditën e tretë, para 2000 vjetësh, ti dhe unë patëm mundësi që neve të besonim për të hyrë në beslidhje me Atin, dhe tani neve quhemi në këtë rast Izraeli, në këtë rast i botëror, i përgjithshëm. Ne jemi shtëpia e Izraelit tani. Ata që besojnë tek Mesia, Izraeli që beson tek Mesia, dhe neve që jemi jashtë kombëve që quheshim gentile, jo hebrejnë, tani nuk jemi me gentile apo jo hebrejnë. Tani jemi populli i Tij, sepse kemi hyrë në beslidhje me të nëpërmjet gjakut të Tij. Lavdjatit, gjakut të Mesias. Unë veproj kështu, thot shkrimi, jo për shkakun tuaj, o shtëpi e Izraelit, por për hir të emrit tim të shenjtë, të veçuar, që ju keni përdosur midis kombëve ku keni shkuar, thot Ati. Ju thotë në këtë rast popullit të Tij, në të njëjtën kohë na thotë dhe neve. Të ne jemi të shpërndarë në diasporë, ka plot të besimtarë në Mesian që janë të shpërndarë në Europë, në Amerikë, në Afrikë, kudo. Dhe të njëjtën kohë populli i Tij, Izraeli, që në këtë rast disa, po shumë prej tyre kanë besuar tek Mesia Jashua, por shumë në këtë rast nuk janë akoma në besim tek biri i Tij, po gjithsesi këta janë të shpërndarë akoma në përbotë.
dhe kanë mundësi në këtë rast për të ardhur në gjakun e beslidhjes, tani në beslidhjen e re të Mesias Jashuas për shpëtimin e tyre. Dhe ati po vepron me zemrat e tyre, po vepron me neve, po vepron me botën jashtë që nuk e njeh akoma birin e tij. Unë thotë në këtë rast veproj atë thotë kështu për shkak të në këtë rast thotë për shkak të hirtë të emrit tim të shenjtë që ju e keni përdosur midis kombeve ku keni shkuar. Dhe këtu thotë që ju nuk keni respektuar beslidhjen time, thotë ati. Dhe beslidhja që neve kemi në gjakun e Mesias për të nderuar atin, përcaktohet me anë të bindjes tonë, bindjes ndaj fjalës dhe urdhërimeve të tija, vëlla motër, kryesisht që neve i gjejmë në 5 librat e parë të Biblës. Por kemi psalmet që jashtë ligjit të tija, që janë urdhrimet e tija. Kemi profetët që prap ati në këtë rast vazhdon të na mësojë urdhrimet e tija, lavdjati. Kemi fjalë të urta në të njëjtën kohë që na japin jetë, pikërisht në fjalë të urta 3 apo 4. Ju mund ta keni lexuar vetë në fjalë të urta 3, çfarë flet? Shkrimi flet që duke ruajtur urdhrimet, duke ruajtur mësimet e tija, do kemi jetë dhe paqe. Pikërisht atë që thoshte apostulli Shaul në Romakëve 8:6. Mendje kontrolluar nga fryma i jep jetë dhe paqe. Dhe nëse ti ke nevojë për jetë dhe për paqe në jetën tënde, çfarë duhet të bësh, vëlla motër? Duhet të besosh tek Mesia Jeshua dhe duhet të ecësh në urdhrimet e Atit. Kjo është tërësia e njeriu. Si thot Predikuesi 13:12 mos gaboj. Kjo është tërësia e njeriu, që të kemi frikë ndaj Atit Elohim dhe të zbatojmë urdhrimet e Tij. Kjo është tërësia jonë. Kjo do të jetë prioriteti i një besimtari në Mesian Jeshuan, të vazhdoj të besoj tek i biri dhe tek Ati, normal që do besojmë tek Ati, sepse prej Tij dalin çdo gjë. Ai është burimi i çdo gjëje. Por masandaj duhet të vazhdojmë të tregojmë dashurinë e vërtetë duke ecur në urdhrimet, në festat e Tija biblike, jo në festat që po praktikon në asambleja tënde, kisha tënde, jo në kalendarin që nuk është biblik që po mban kisha tënde, jo në ngritjen e pemëve, jo në festimin e çukitjen e vezëve. Këto janë gjëra pagane, djallëzore që Mesia nuk praktikoi me apostujt e Tij. Në Levitiku 23, në Eksodi 12, në Ligji për të rirë 14, që janë baza dhe themelet e jetës tonë, për ecjen tonë në drejtësi, do dallosh festat e Atit të vërteta, do dallosh në këtë rast ngrenjen e pastër për jetën tënde, për trupin tënd, që tani ti je tempulli i frymës së shenjtë, që të mos e ndotësh duke futur papastërti dhe duke ngrënë gjëra të papastra, sepse do të shkaktojnë masandaj dëmtim të atij tempulli për shkak të thyerjes së urdhërimeve të Atit, sepse çdo gjë fillon me anë të ndërgjegjes, në këtë rast morale. Ati është interesuar në pastërtinë morale tonë, si praktikojmë urdhrimet e Tija. A kemi një zemër për të njohur urdhrimet e Tija, për t'i praktikuar në të mirën e mundshme, çdo ditë? E kam tende më përpara, kur një babai i thotë birit të Tija dhe urdhëron diçka, që ai në këtë rast biri i Tija të bëjë diçka që ka urdhëruar. Tani ai biri i Tija bën të mirën e mundshme dhe mundohet që ta marrë atë karrike, është 3 vjeç fëmijë, ta marrë atë karrike dhe ta vendosë atje në tavolinë dhe po mundohet që të zbatojë urdhrimin e Atit, siç e tha, apo të pastrojë dhomën e Tij, apo diçka që Ati i urdhëroi. Dhe Ati kur e shikon që ai biri i Tij po mundohet me gjithë forcën e Tij, me gjithë zemrën e Tij, gëzohet kur ne jemi shumë për ne jemi familjar, gëzohemi kur bijtë tanë mundohen të bëjnë të mirën e mundshme që kemi thënë, që kemi urdhëruar apo jo. Por kur kemi në këtë rast një djalë apo një vajzë që nuk do ta dëgjoj babain apo nenën e vet, që është një nga urdhërimet e Atit, lavdi emrit të Tij. Tani si mendojnë ata prindër kur ai i biri apo e bija nuk e dëgjon? A është ajo dashuri e vërtetë? A është ajo marrëdhënie e vërtetë? Normal që prindërit në këtë rast nuk kënaqen me sjelljen e fëmijëve të tillë që nuk duan të zbatojnë këshillën, urdhrimet e tyre. Është e njëjta gjë, vëlla motër, për marrëdhënien që neve kemi me Atin.
kur ati shikon zemrën tënde dhe timen që ne duam të zbatojmë urdhrimet e tia, të mbajmë festat e tia, tani që jemi të shpërndarë në të rast në diasporë, po mundohemi që të zbatojmë festat urdhrimet e tia. Në të mirën tonë të mundshme, ati gëzohet dhe na ndihmon në frymën e shenjtë. Por jo të them unë e dua dhe nuk dua t'ja di për urdhrimet, festat e tia, siç po bën pjesa më e madhe e besimtarëve sot. Duke thënë që urdhrimet, festat, ligji i tia me pak fjalë është anulluar, u kryqëzuar në kryq. Vërtet, Mesia erdhi për të anulluar karakterin e Atit, që në ligjin e tij shprehet karakteri i tij, në urdhrimet, në festat e tia që është adhurimi i vërtetë dhe më i lartë që ne mund t'i bëjmë në kohët e tia të caktuara që thot shkrimi. Si mund të themi që unë e njoh Atin, masandaj nuk dua t'ja di për urdhrimet e tia, vëlla motër? Si mund të themi që neve e duam Atin me gjithë zemër, pikërisht e duam me gjithë zemër, me gjithë mendje, dhe pikërisht është ligji për të rirë 6, ai ligj që në këtë rast është një nga librat e ligjit. Na thotë që ta duam me gjithë zemër, me gjithë mendje, me gjithë forcën tonë, por pastaj nuk duhet t'ja dimë për urdhrimet, për festat e tia, nuk duhet t'ja dimë për mbledhjen e veçuar, që është në ditën e tij të veçuar, në sabatin e tij, nuk duhet t'ja dimë për vëllezërit e motrat në asamblejnë, që të gëzojmë, të mblidhemi, të bëjmë çmos në festat e tia, duke shprehur dashurinë e vërtetë me njëri tjetrin, me të gjitha me Atin. Këto janë gjëra që mungojnë në asamblejnë sot. Kjo është dashuria e vërtetë, e sinqertë që sot mungon, sepse i çfarë jemi mashtruar, jemi gënjur nga Satani. Vazhdojmë në shkrimi. Unë do ta shëntëroj emrin tim të madh, thot Ati në vargu 23 në Hezekiel 36. Do ta shëntëroj, unë do ta veçoj, thot, unë do ta nderoj emrin tim. Thot, të përdosur midis kombeve që ju e keni përdosur në mes tyre. Kombet do të pranojnë që unë jam Jahwe, thot Adonai Jahwe. Kur të shëntërohem tek ju përpara syve të tyre. Dhe këtu po flet në këtë rast kur unë do t'rregoj lavdin time në kombet, kur dora ime do vijë në këtë rast, dhe po kam disa shërbëtor, kam disa bija dhe bije që në këtë rast janë veçuar për mua, dhe ata duan në këtë rast të nderojnë emrin tim të veçuar të shenjtë, por dhe midis kombeve unë do t'rregoj fuqinë dhe lavdin time në këtë rast, thot, para se të vijë një veçari. Çfarë do bëj me juve, thot? Dhe si neve dhe ata, vëlla motër, do t'ju marr, thot, nga kombet. Shikoj shkrimin. Tu po flet në këtë rast për atë eksodin e madh, do t'ju marr, thot, nga të gjitha kombet, do t'ju gumbulloj nga të tëra vendet dhe do t'ju çoj përsëri në vendin tuaj. Nuk ka ndodhur akoma, vëlla motër. Ezekieli 36, vëlla motër, është profecia që Ati ka folur për ribashkimin, për grumbullimin e popullit të tia, ne dhe ata, për të shkuar në këtë rast në 1000 vjeçarin lavdjatin. Dhe ja ku kemi në vargu 24 që gjithashtu është lidhur me ligjin e përtrirë 30, thot. Kur ju të ktheheni me gjithë zemër, kur ju të ktheheni, thot, me gjithë zemrën tuaj, thot, masandaj që dëshironi të zbatoni urdhrimet e mia, thot, atëre unë, thot, do t'ju në këtë rast do gëzohem për rrugën tuaj, sepse do më pëlqejë rruga tuaj, sepse tani në këtë rast do keni dashur të zbatoni urdhrimet e mia. Lavdjatet. Ja ta shikojmë atë shkrimin në ligje për 30 që ka të bëjë me vargun 24, që në këtë rast në nënvizova në ekran. Ja ta shikojmë ku e kam vendosur. 32, jo, nuk kemi këtuja. Është një shkrim shumë i fuqishëm, sepse janë profecitë ligje për 30, 30 është akoma për të manifestuar dhe është bashkangjitur me Ezekielin 36, Jeremiahun 31. Këto janë profecitë që Ati akoma në këtë rast ka për ti përmbushur për lavditë të tia. Dhe ja më lerë një moment, vëlla motër, që sa ta gjej, sepse ka plot shkrimen, por ja një moment. Po që shikon në ekran ishin në predikimi i pjesëve të para, që unë të inkurajoj të shikosh
Dhe shpërndaje, nëse ke një zemër për lavdi të Atit, shpërndaje për të nxjerrë dike nga ecja, nga çdo errësirë që ka uluar vendin. Nuk pas kam këtu, ndoshta kam pak më poshtë. Një moment. Po ja, ku është lavdiatit. Ja, atë që po flisnim. Lavdia po e marrim pak që t'jemi në rrjedhën e të njëjtit shkrim që po flisim në Hezekiel është emri i tij i vërtet. Okej. Ja çfarë thotë në ligje për 3:30 që është e bashkangjitur me të njëjtën në shkrimin që shikojmë lavdiatit. Okej, që pas kam lënë një varg të. Kështu kur të kenë rënë në kurriz, thot shkrimi, të tëra këto gjëra, bekimi dhe mallkimi, që unë kam vënë përpara, ti do t'ja kujtosh të gjitha kombeve në mes të cilëve Jahve Elohimi tënd do të ketë dëbuar. Dhe ja ku kemi fillimin e çdo gjëje, Ati i dëboi popullin e tij për shkak të, në këtë rast, të mosbesimit dhe mosbindjes që solli përpara Atit, dhe i dëbovi në kombet. Pastaj thot, në vendet që unë të kam dëbuar, thot, kur ti do të kthehesh tek Jahve Elohimi tënd dhe do t'i bindesh zërit të ti dhe bitë tu, thot, me gjithë zemër dhe me gjithë shpirt, duke respektuar të tëra këto që po të urdhëroj, thot, atëre Jahve Elohimi tënd do të kthej nga skllavëria, thot, që ku ishte skllavëria? Në përkombe, vëlla motër. Jemi akoma në Babiloni, jemi akoma të shpërndarë secili në këtë rast në përkombe të territore të ndryshme. Por thotë në atë ditë, thot, unë do të të kthej nga skllavëria dhe do të kem mëshirë për ty dhe do të mbledh përsëri nga radhët e të gjithë popujve, ndër të cilët Jahve Elohimi tënd të kishte shpërndarë. Dhe kur të kesh qenë për zenën në skajnë e qiellit, thot, Jahve Elohimi tënd do të të mbledh, do të të marrë qandej, thot, dhe Jahve Elohimi tënd do të rikthej në vendin që ejtrit e tu kanë zotëruar, dhe ti do ta zotërosh atë, dhe ai do të bëjt, Ati në këtë do të bëjt të mira dhe do të shumëzoj më tepër se ejtrit e tu. Jahve Elohimi tënd çfarë do bëj? Do ta rrethpresë zemrën tënde dhe të pasardhësve të tu, që ti ta duash Jahve Elohimin tënd me gjithë zemër, me gjithë shpirt, dhe kështu ti do të jetosh. Vëlla motër, kur shkrimi thotë që do ta rrethpresë zemrën tënde, po flet për ringjalljen, për marrjen e trupit ynor, sepse akoma në këtë rast besimtarët që janë të shpërndarë në përkombe kanë idhujtaritë e tyre, akoma nuk kemi një zemër në këtë rast që do Atin me gjithë zemër, me gjithë shpirt. Nuk është akoma një zemër e rrethprerë, po mund ta kemi në një farë kapaciteti, vëlla motër, mund ta kemi të pjesshme dhe vazhdon rrethprerja. Rrethprerja çfarë është? Është prerja në këtë rast pret Ati mishin tonë. Mishi çfarë është? Mishi është ajo zemra e ngurtë. Le të kalojmë tek zemra e ngurtë. Ja ku kemi rrethprerjen pak. Sapo e folëm pak më përpara. Rrethprerja do t'ju marrë nga kombet, do t'ju grumulloj nga të tëra vende dhe do t'ju çoj përsëri në vendin tuaj. Sapo e lexuam në ligje për 3:30, profecia që profeti Moshe po i fliste popullit të tij. Do të lëshoj ujë të pastër mbi ju, dhe ju do të jeni të pastër. Ju do të jeni të pastër. Vëlla motër, nuk besoj se asnjëri për nesh është i pastër në momentin që jemi tani. Apo jo? Mund ta konfirmosh ti në jetën tënde. Unë nuk jam i pastër akoma. Kam gjëra për të punuar në këtë rast me veten time përpara Atit. Dhe ti në të njëjtën kohë ke disa gjëra që duhet punosh përpara Atit, apo jo? Nuk kemi të pastër, këtë dua të them, vëlla motër. Dhe kjo është profecia që Ati po flet, thot. Do të jeni të pastër, se rezultati çfarë? Është ajo ringjallje që do bëjë, mbasi do të ke marrë nga kombet, thot. Masandaj do t'ju çfarë? Do t'ju lëshoj ujë të pastër, e ka fjalën për manifestimin e frymës së shenjtë, që masandaj do heqë mëkatin plotësisht,
do t'ju pastroj nga të gjitha ndrysirat tuaja dhe nga të gjithë idhujt tuaj. Prandaj ta përmenda pak më përpara, në kombet ku jemi ka plot idhuj. Në hapësirën tonë, sikush për nesh ka në një farë konteksti, kemi idhujt tanë që akoma duhet t'i heqim, duhet t'i shkatërrojmë, duhet t'i largojmë nga jeta jonë, apo jo? Dhe idhuj më i madh sot që unë shikoj në eksperiencat e ndryshme që kam dhe kam patur dhe si në rrugën time apo në ministrin tonë këtu, është idhujtaria më e madhe, është vetja jonë. Ne kemi qëllimet tona, kemi ato predispozitat tona, kemi synimet tona. Dhe shumë herë kur një besimtar vendos veten e tij në këtë rast përpara çdo gjë tjetër, ajo është idhujtaria më e madhe, sepse qëllimet e tij apo të saj nuk janë në përformimin personal, por janë çfarë më takon mua. Në qoftë se më përmbushen këto pika, atëre po unë do jemi së bashku të miqësojmë. Çdo gjë është mirë në këtë rast, shiko sa mirë po shkojnë gjërat, ma në momentin që ati dëshiron të na pastrojë nga ndërsirat tona, nga idhujt tonë, dhe e bën nëpërmjet fjalës, e bën nëpërmjet predikimit, e bën nëpërmjet në këtë rast një drejtuesi që ecën në urdhërimet dhe ka një zemër për te dhe e beson tek Mesia Jeshua, për të na hequr nga idhujtaria tonë, siç e thotë shkrimi që në shtronën të parëve tuaj, sepse ata arrin zgjuar për shpirtrat tuaj. Dhe po të shikosh në ligjin për 3:17, ka pasoja për ata që në këtë rast kanë frymën e rebele. Ati dëshiron që në këtë rast të na transformojë jetën tonë nëpërmjet ligjit të urdhërimet festave të tija, të na veçojë nga kombet, nga kjo Babiloni, por nuk mund të vesh ti përpara në jetën tënde. Këto janë pikat, në qoftë se nuk më përmbushen këto, atëre unë nuk jam pjesë. Dhe sot besimtarët largohen pas një lloji arsye. Në momentin që i thua diçka, më njëherë ofendohen. Përse? Sepse është krenaria akoma, është mishi që ka marrë për paritet. Lutem Ati që të mos jetë. Por jemi akoma në ato ujra, jemi akoma në ato beteja, prandaj edhe fryma kur ka folur hapurazi kur thotë që në zbulesa që kush do ketë vesh do dëgjojë. Kush ka një zemër të përullur do trashëgoj tokën, zemër buti, e i përulluri. Në qoftë se nuk bëheni si fëmijë, thot shkrimi, nuk do hyni në mbretërinë e qejve. Sot mendojmë sepse unë besova, por vazhdoj të eci në frymë rebele, nuk të bën vëlla motër që jeta tënde të hyjë dhe të kesh jetën e përjetshme, sepse po të shikosh në Gjoni 3, në Johanan 3:36, flet për bindjen. Ai që nuk i bindet të birit, thotë zemrimi atë qëndron akoma mbi te. Është një diçka shumë shqetësuese me çdo gënjeshtër që kemi marrë sot dhe mendojmë sepse po ja sot unë besoj, por unë do vazhdoj dhe këto gjëra nuk më na duhen me që janë këto urdhërimet dhe mendojmë se mas andaj e njohim Atin dhe do hyjmë në portat e lavdisë. Pikërisht në zbulesa 22 flet për urdhërimet. Në qoftë se do zbatojmë urdhërimet e tija, do kemi të drejtë për të ngrënë nga pema e jetës dhe për të hyrë në portat e qytetit Jeruzalemi i ri që sapo e fola pak më përpara. Dhe këtu në Ezekieli ke pikërisht 1000 vjeçarin Jeruzalemin e ri që do të zbresin në atë periudhë 1000 vjeçare. Në atë ditë thot, çfarë do bëj Ati thot? Për ata që janë të denjë thot, për ringjalljen thot, do të lëshoj ujë të pastër mbi ju, do jeni të pastër thot. Do të zbatoni ligjin tim në mënyrë perfekte. Ky është konteksti i Ezekielit 36. Do na heqi nga çdo ndrysire, nga idhujt tonë. Dhe mas andaj thot për zemrën, e ka fjalën për zemrën që do t'ju jap një zemër të re, dhe thot mas andaj zemra e re është ajo zemra që do zbatoj Atin, në fatë fjalën e tij në mënyrë perfekte. Urdhrimet e tija dhe do të shtije brenda jush një frymë të re, do ta heq nga mishi juaj zemrën prej guri. Ja ku kemi atë rrethprerin që prekëm pak më përpara, ringjalljen. Do ta heqi kamishin, do ta heqi komplet mëkatin, do ne japi trupin ynor dhe do t'ju jap një zemër prej mishi. Tani shko çfarë bën zemra e mishit, që është zemra e përuljes, zemra që dëshiron të dëgjojë, zemra në këtë rast që shikon urdhrimet dhe do të mësojë prej tyre. Do të vë brenda jush frymën time dhe do të bëj që çfarë?
Mbasi kanë vend frymën time, thot plotësisht, thot, a fryma në këtë rast do të drejtoj që ti çfarë do bësh, do të bëj që ju të ecni sipas statuteve të mia, do të respektoni dhe do të zbatoni në praktikë dekretet e mia, me pak fjalë ligjin e Atit. Dhe kjo është në 1 vjeçari. Shikojmë sot asamblejën që ecën sipas statuteve të tija, respekton në këtë rast në praktikë dekretet e tija. Vetë fjala dekrete nuk e din çfarë do të thotë. Dekretet e tija janë deklarimet e tija që Ati ka bërë, vëlla motra. Urdhrimet, festat e tija, sabatin e tija, që është një shenjë e përjetshme, është një shenjë besëlidhjes së përjetshme për popullin e tija. Jo po flet në Ezekielit 36, po flet për 1 vjeçarin, sepse thon atë ditë do na bëj kush, do t'ju bëj që ju të ecni, mos gjë po ecën sot asamblea, nuk po ecën në festat pagane, në çdo lloj feste që përmban kalendari Papa Gregori të 13 të 1600-s, që shumë prej besimtarëve nuk e dinë. Vazhdojmë të praktikojmë gëzuar vitin e ri pagan. Viti i ri ishte dije, vëlla motër. Viti i ri biblik në datën 26 mars. Pashka është në datën 8 prill. Pashka Atit. Festa e bukës pamaja fillon në datën 9 të nesërme për 1 javë. Hahet buku pamaja, hiqet majaja nga shtëpia dhe mbi të gjitha ana frymërore që neve pastrojmë zemrën majanë. Në këtë rast të heqim ligësinë e mëkatit të majasë në zemrat tona për ta nderuar në këtë rast Atin në festat e tija. Në Luka 23 ke motrat që praktikojnë në festën e bukës pamaja. Ja po e të shkrimi me që është si është në kontekstin e dur. Ja të shikosh në vetë. Shumë për gjërave që neve i kemi në shkrimin ton, dhe shumë nuk i kemi prekur. Por le të shikojmë. Le të shikojmë shkrim. Në vepra 12, me njerë shikojmë vepra 12, vargu 3. Në vepra 12 kemi apostujt që në këtë rast ishin duke mbajtur festën e bukës pamaja. Ja do të shikosh në ekran një moment. Ja do të shikosh. Para se të kalojmë tek në Pashkën, kur Mesia në të rast u varos, do të shikojmë në atë vargun tjetër. Ja ku ke në veprat e apostujve, ja po e zmarroj pak. Këtu bëhet fjalë për persekutimin e kohës në të rast dhe thotë, dhe duke parë se kjo u pëlqente judejve që Perandëria Ramake po persekutonte apostujt dhe besimtarët tek Mesia, thotë urdhëroi të arrestohet edhe Pietri Kefa dhe ishin thotë çfarë? Ishin ditët e të ndromëve, ishin ditët e bukës pamaja, ishte festa e bukës pamaja. Nëse do përmenden në të rast festat të tilla në veprat e apostujve, sepse po i mbanin apostulli Shaul Pali nxitonte për të mbajtur festat e tija. Le ta shikojmë atë që thash pak më përpara në Luka 23. Luka 23. Laudiotit, në vargu 54. Shumë herë ndoshta ti më ke dëgjuar si këtu online në YouTube ose në Facebook, në faqen time personale, kur flas për festat të vëlla motër, për festat biblike. Këto janë festat biblike. Festa e parë është sabati i tij, javor. Në Luka, në Levitiku 23, atë e konsideron sabatin një nga festat e tija, duke filluar me sabatin që Mesia tha në këtë rast, sabati është bërë për njeriu. Sabati është bërë për njeriu. Që njeriu të pushoj, njeriu të gëzoj në atë ditë, njeriu të takohet me mua, të jetë një mbledhje veçuar në atë ditë. E di, vëlla motër, që kisha tende adhuron dhe e veçon në të dielën. Ajo është dita e diellit që nuk është folur në shkrimin. Nuk është folur di pse, sepse në vitet 300 e ka ndryshuar nga sabati e bën të dielën perandori Konstantin në 360 e can në këshillin e Laodicejës ndryshuan, ishin këshillat që ishin peshkopët katolik ortodoksë që merrnin vendimarrje që çfarë dushë bërë. Normal sepse ikën apostujt dhe mund të
vazhdonin me periodicitetin e tyre dhe ndryshuan edhe Pashkën nga dita e caktuar që mund të bjerë në çdo ditë të javës, në ditën e 14 të muajit të parë biblik, e quan masandaj duhet jetë të dielën, thanë. E kam bërë predikimin. Po të shikosh në predikimet e Pashkës që janë 3 mësimet, është ajo playlist, është lista e mësimeve në kanalin ton YouTube këtu, po të shkosh, flas për evidencat që si u ndryshua Pashka nga dita e caktuar e Atit, që është dita e 14, masandaj e quan ku? E quan duhet ishte të dielën me dekretet e tyre, si nga këshilli i Laodicejse, në këshillin e Konstantinopolis, në këshillat e denominacioneve që filluan nga Bisha e Romës, nga katolicizmi dhe ortodoks, që lindën masandaj me gjërat e tyre dhe ja kanë dhënë sot besimtarve. Prandaj hati na flet që ne duhet të dalim nga Babilonia, duhet të dalim prej mësimeve të tyre dhe të tilla, të mos jemi pjesë. Ja ku kemi vëllai, ja ku kemi shkrimin që dëshmon festën e Bukës Pamaja. Dhe çfarë? Ishte dita e përgatitjes, për çfarë? Përgatitjeshin për festën e Bukës Pamaja. Dhe sabati e shtuna po fillonte, sabati këtu po flet për sabatin e lartër, quhet sabat, dita e parë e festës së Bukës Pamaja. Ja ta përcaktojmë thjesht për ta kuptuar edhe ti, vëlla motor, ja po shënoj në këtë rast. Në ditën e 14 në këtë rast është Pashka. Dita e 14 e kalendarit biblik, jo kalendarin që kemi sot. Mos i ngatëro. Kalendari që ka sot bota, janar, shkur, këto janë kalendaret pagan, djallëzor, që në këtë rast kalendari u vendos në 1580, diçka e tillë, kur Papa Gregori XIII vendosi që ky ishte kalendari që mbledhjet e tyre, në këtë rast qonin kishë, por nuk është realisht kishë, është një denominacion, është një kult më vete. Ata vendosën çfarë duhet të mbanin, ndërkohë anulluan kalendarin e Atit, kalendarin biblik që shpreh në Zanafilla 1:14, anulluan Eksodin 12, Levitiku 23, i hoqën dhe vendosën masandaj gjërat e tyre që nuk janë biblike, duke përmbushur, siç kam thënë, profecinë e Danielit 7:25, që fryma anti-Mesias do vinte dhe do çfarë do bënte? Do hiqte, do ndryshonte kohët e caktuara që janë festat e Atit dhe ligjet e tjera. Tani, dita e 14 është Pashka. Masandaj, të nesërmen kemi nga 1 deri në 7 Ziditë. Ziditë është festa e Bukës Pamaja. Tani, motrat këtu ishin në këtë ditën e parë, po fillonte kjo dita e parë këtu, vëlla motër. Kjo dita e parë që është sabat, lavdjatit. Në ditën e 14 nuk është sabat, është Pashka, në këtë rast mbahet në mbrëmje, lavdjatit, sipas Eksodit 12 dhe masandaj Mesia vjen dhe na thotë që kur ju të mbani Pashkën e Atit tim, më kujtoni mua kur të ngrini kupën dhe të merrni bukën Pamaja, sepse buka në këtë rast thotë jam unë nga ana figurative, frymërore thotë. Ajo bukë që ju po në këtë rast po thyeni dhe po hani, dijeni thotë që në këtë rast ajo është trupi tim. Për e ka fjalën që ju të realizoni çfarë ndodhi në kryq, vëlla motër. Dhe tani thotë dhe kupën kur ta ngresh thotë me verën që do pish thotë. Ajo verë thotë nga ana figurative paraqet gjakun e bestidhjes së re. Dhe ka fjalën që ju të nderoni në këtë rast ecjen, në këtë rast të nderoni me anë të ecjes tuaj për atë bestidhje që hytë, Hebrejnë 10. Tani, motra tu ishte dita e përgatitjes. Për kë? Për ditën e parë të festës së Bukës Pamaja. Quhet sabati i lartër, po fillonte. Gratë që kishin ardhur me Jashuan nga Galilea dhe kishin ndjekur nga afër, pan varrin kur në ditën e Pashkës, dhe mënyrën se si ishte vënë trupi i Jashuas. Pastaj ato u kthyen dhe çfarë bënë? Përgatiten era të mira dhe vajra dhe gjatë kujt? Gjatë
të njëjtit ditës së parë së fesë së Bukës Pamaja, gjatë këtij sabati që quhet pushuan sipas urdhërimit. Pushuan sipas urdhërimit, urdhërimi i dhënë në Levitiku 23, që pushohet në atë ditën në festën e Bukës Pamaja, që janë dita e parë dhe dita e 7. Hahet bukë Pamaja për një javë, hiqet majaja nga shtëpitë tona, çdo produkt dhe e hedh dhe në këtë rast ponderon urdhrimin e Atit. Është ana morale, është ana e bindjes që Ati kërkon për nesh, vëlla motër. Ja ku kemi mbajtjen e fesës në asamblejnë, kur Fryma e Shenjtë erdhi për të fuqizuar apostujt në Vepra 2, pikërisht në Vepra 2, çfarë po mbanin apostujt? Po mbanin festën e Shavuotit, të Pentakostit që quhet. Penta do thotë në këtë rast 50, janë 50 ditë mbas numërimit që bëhet që nga frutat e para, që janë një javë në këtë rast mbas sabatit të festës së Bukës Pamaja, numërohen 7 javë, 7 e 7, 49, të nesërme në ditën e 50 është Pentakost, është Shavuot që quhet nga hebraishtja. Atë festë po mbanin apostujt. Pikërisht në Gjoni 14, kur Mesia po i thoshte, nëse më doni, zbatoni urdhrimet e mia. Dhe kjo ishte një nga urdhrimet e Ati që ai u tha që qëndroni në Jeruzalem, që të merrni fuqinë nga lart. Ishte një nga urdhrimet e tij që Mesia i la apostujve të tyre. Dhe ata në këtë rast u bindën urdhrimet, qëndruan në lutje, qëndruan duke kërkuar fytyrën e Atit. Dhe masandaj erdhi Fryma e Shenjtë. Kur erdhi? Në ditën e rëshajave, sepse po mbanin festën e Atit. Dhe vëlla motër, në festat e Atit manifestohet fuqia e Tij. Janë engjëjt që në këtë rast manifestohen dhe ulen dhe ngrihen në festat e Tij. Në qoftë që jeta tënde do që në këtë rast të ndryshojë dhe të kesh manifestimin e Atit, kur ti të veçohesh në festat e Tij, kur ti të nderosh festat e Tij, Ati do nderojë zemrën tënde. Urdhrimet, ligjet e Atit në malin Sinai u dha në ditën e Pentakostit. E dije këtë? Në festën e Bukës, në këtë rast, në festën e Pentakostit të rëshajave, u dha ligji në malin Sinai, që themin e 10 urdhrimet. 10 urdhrimet janë zemra e ligjit të Atit. Pastaj për të mbajtur secilën prej tyre, Ati ka dhënë në mënyra specifike që neve pastaj i shikojmë apo jo. Pamë që si sapo e pam pak më përpara vëlla motër, ne Ezekieli 36 apo në këtë rast 26 deri në 27 flet për ringjalljen që po flisim pak më përpara. Flet që Ati do na jepte çfarë, do na rrethpreste zemrën tonë, apo jo. Do na ishte nga ndërsirat, nga idhujt tanë, dhe do ishim të pastër. Kur do jemi të pastër? Në 1 vjeçarin, kur Ati na rrethprej komplet zemrën tonë, do na heqi zemrën e mishit, ajo zemra prej guri, dhe masandaj çfarë do bëjmë? Do praktikojmë ligjin e Tij në mënyrë perfekte. Në 1 vjeçarin, Mesia do jetë këtu, që është kryeprifti tonë më i lartër, mbreti i mbretërve. Pikërisht është e njëjta profeci që përmbushet, që ka thënë në Jeshaja në 2:3, thotë nga Sioni do dali ligji, do t'ja mësojmë kombeve, atë që flet në Mateu 5, vargu 19, që flet kur nëse do zbatoni urdhrimet, do të Ati do të gjithashtu do t'ja mësoni të tjerëve, do të quheni më të mëdhenj në mbretërinë time, në mbretërinë e 1 vjeçarit që fillon, pasandaj fillon përjetësia. Por kemi akoma kombe që nuk kanë, Ati nuk I ka shkatëruar plotësisht. Kemi njerëz që janë të vdekshëm, që atyre do të mësohet ligji. Sa gjëra që nuk janë të thënë, sa gjëra që janë folur gabimisht. Vazhdojmë. Do të banoni në vendin që u dha shtetërve tuaj dhe do të jeni populli im, thot Ati, për 1 vjeçarin. Dhe unë do të jem Elohimi juaj, do t'ju çliroj nga ndyrësitë tuaja. Akoma kanë ndyrësitë si ata dhe neve punojmë me veten tonë, nuk është të përmbushur. Do të thrasë grurin, do të
bëj që të ketë më bollak dhe nuk do të dërgoj me urinë kundra jush. Në atë ditë nuk ka me uri. Sot po të shkosh në Izrael apo në çdo vend të botës dhe në neve, kemi akoma uri. Por në atë ditë thot unë nuk do të dërgoj me urinë kundra jush. Do të shumoj frutin e drurve dhe provimin e arave me qëllim që të mos pësoni me. Të mos pësoni me. Shiko fjalët kyçe, vëlla motër. Kur lexon Biblën, shiko fjalët kyçe, të mos pësoni me, thot kurrë, thot. Kurpin e urisë midis kombeve. Sot ke besimtar që kanë urinë në shtëpitë e tyre. Kudo që të shkosh nëpër kombe, atëre do të kujtoni rrugët tuaja të këqija dhe veprimet tuaja që nuk ishin të mira, thot, dhe do të bëni të neveritshëm për sy tuaja, për paudhësitë tuaja, thot. Paudhësia çfarë shkelje e ligjit e urdhrimeve të Atit. Kur vazhdojmë në të rast të bëjmë të njëjtin gjë, refuzimi i fesave të Atit, refuzimi i ligjit të urdhrimeve të Tij. Nuk e bëj thot për atën tuaj, por që unë veproj thot Adonai Jahwe, thot dijeni mirë këtë, thot. Dhe pasaj thot flet që thot ditën kur unë do t'ju pastroj nga të gjitha ndyrësirat tuaja për 1000 vjeçarin, marrje e trupit ynor. Ju do të bëj që të banoni në qytete dhe gërmadha që do të rindërtohen në 1000 vjeçarin. Lavdimit të Tij. Toka e shkretuar do të punohet në vend që të jetë një shkreti në sytë të gjithë kalimtarëve dhe do të thonë kalimtarët, kombet, thot, kjo tokë që ishte shkretuar, është bërë si kopshti i Edenit, dhe qytetet e shkretruara dhe të rënuara, tani janë të fortifikuara dhe të banuara. Sot mos mendojmë se kemi qytete të fortifikuara dhe janë në këtë rast në paqe, në qetësi. Shikoj çfarë ndodh në Izrael dhe kombet përreth që duan ta rrëzojnë Izraelin, por ashtu siç duan ta rrëzojnë Izraelin, ashtu do bien vetë, sepse është profecia që Ati ka folur. Ata që do të bekojnë, do bekohen, ata që do të mallkojnë, do të mallkohen. Prandaj ra helikopteri komë përpara i atij qeveritarit, sepse donte të godiste Izraelin, dhe nga ajri donte ta godiste, nga ajri ra. Kështu do bien kombe që do ngrihen kundra popullit të Tij, kundra nesh, vëlla motër, në qoftë se neve kemi në këtë rast bindjen dhe vazhdojmë të ecim në urdhrimet e Atit, në besim tek Jashua lavdjatit, por urdhrimet e Tij janë kyçi i jetës tënde për të gëzuar zemrën e Atit. Besimi jot shprehet me anë të bindjes së fjalës së urdhrimeve të fesave të Tij. Është profecia, janë ligji i Atit që është i përjetshëm që fletot në qoftë se shko shikoj ligjin e Përtëri 28 çfarë flet. Në qoftë se do ecësh sot, në qoftë se do zbatosh urdhrimet e mia, thot. Atëherë thot unë do të lartësoj mbi kombe, do të mbroj, thot, do derdh bekimet e mia se rezultati i mbajtjeve të urdhrimeve, që është akoma në jetën tonë. Vazhdojmë me shkrimin. Ja ku kemi ja ku kemi këtu po flet mbas zemërimit të Atit fillimi i 1000 vjeçarit. Atëre kombe që do të kenë mbetur rreth e qark jush, kombe që kanë mbetur mbas zemërimit të Atit, do të pranojnë që unë Jahwe kam rindërtuar vendet e shkretuara dhe kam mbjellë tokën që ishte shkretuar. Do ketë lullëzim, vëlla motër, shkrimi flet për atë, pastrimin dhe shenjtërimin nga ana e engjëve që Ati do dërgojë në pllajën e Arabisë Saudite para se të zbresë qyteti i ri. Do ta sheshojë Ati, do t'i ul ato kodra, do t'i ngrej luginat, do të vendosi qytetin e Tij, që është 2300 kilometra katrore, kubike, se është kubik, por po flasim nga ana poshtë në krahasi përfaqja. Dhe përbën 2/3 pothuajse që do jetë në Arabinë Saudite, po 2/3 po të imagjinosh të Amerikës. E quajnë qytetin e ri atë, Jeruzalemin e ri, mali i shenjtë. Ne kam postuar shumë për gjërave, po të shkosh në faqen time personale,
apo në mësimet e kaluara që mund të kesh ndjekur. Kur flas për premtimin që ti të hysh, Zbulesa 22, vargut 12 deri në 15, që të mos ecësh në këtë rast, të mos e duash gënjeshtën, sepse ai që thot me një dhe nuk zbaton urdhrimet, festat e mia, sabatin tim, thot ati, është gënjeshtar dhe vërteta nuk ndodhet në te. Të mos i gënjejnë veten, vëlla e motër. Kjo është doktrina e mirë që flet në Proverbat në fjalë të urta 4:2. Po ju jap një doktrinë të mirë, mos e braktisni ligjin tim, thot ati. Ligji ti që janë festat e ti solemne, që janë urdhrimet e tia, sabatet e tia. Jeshaja 56, Isaia 56, që Jeshaja është emri i tij vërtet. Në kapitulli 56 thot ati, në rast se nuk e përdosni sabatin, festat e mia, do t'ju jap një emër dhe një vend ku në qytetin e tia që po zbret, që është në qellin e tretë. Sa gjëra janë. Bombet që kanë mbetur rreth e qarkë jush do të pranojnë që unë Jahve kam rindërtuar vendet e shkretuara dhe kam mbjell tokën që ishte e shkretuar. Unë Jahve fola dhe do ta kryej lavdimit të tia. Kështu thot Adonai Jahve, do të jem sërish i lutur nga shtëpia e Izraelit. Do ta kthej tepër ta. Unë do t'i shëmoj njerëzit e tyre si një kope dhe në të shenjtëruara, si një kope e Jeruzalemit ku në festat e tij solemne, festat e Atit, Levitiku 23. Kështu qytetet e shkretuara do të mbushen me kope njerëzish. Do jenë qytete brenda, në këtë rast të qytetit të tij të madh, vëlla motër. Ka qytete për besimtarë, për shenjtorët e tij që e duan dhe zbatojnë urdhrimet e tij dhe besojnë tek Mesia Jashua në ringjalljen e tij që i bëri pjesë në beslidhjen për të zbatuar urdhrimet, festat e Atit, nderuar në këtë rast beslidhjen që Ati na futi, vëlla motër, me ecjen tonë, me bindjen tonë. Ndoshta ti po vuan me mëkat, ndoshta ti po vuan me gjëra që ke betejë në jetën tënde. Pendohu prej tyre, vëlla motër. Pendohu dhe ndiq fytyrën e Atit, sepse në këto orë të fundit e dim që kemi Satanin që po lëshohet me çdo mënyrë, me çdo gënjeshtër, me çdo mosbesim, me çdo akuzim, me çdo frikë që sjell në besimtarët. Atëherë ku është besimi tonë? Besimi jonë në këtë rast tek Ati që nuk ka ndryshuar, që do bëj të pamundurën në jetën tënde kur ti i beson të birit dhe ecën në urdhrimet e tij. Ja ta shikojmë atë kur po flisnja për ligjin e Përtëri 28. Dua që t'inkurajoj zemrën tënde. Dua që ta shikosh vetë premtimet që janë kur vllai flet për Ezekielin, që është ligji i tij, ku po flisim pak më përpara. Kur flasim për fjalët e urta, kur flasim për 5 librat e parë të Biblës, ose dhjetën e vjetër, vëlla motër, ato janë instruksionet, është ligji, janë festat e Atit, që janë aktiv në jetën tënde tani, janë për ty. Janë për familjen tënde, që ti të gëzosh të mirën e Atit. Në Levitiku 26 shkrimi thotë që Ati do vërtetoj beslidhjen e tij duke na bërë të mirën. Në Levitiku 26 shikoje premtimet që Ati sjell. Janë për kohën tonë, sepse ligji i tij është i përjetshëm, nuk është anulluar. Vetë Mesia thot në Mateu 5 nuk ka marrë për ta anulluar, thot ligjin apo profetët, thot. Erdha për ta predikuar tani, thot. Siç duhet të zbatohet, thot. Po nuk e ka anulluar festat e Atit. Si mund të shkojë biri kundra të Atit? Asnjë pikë, asnjë jotë e ligjit nuk do të kalojë, thot në vargu 18. Mateu 5:18. Ja, le ta shikojmë ligjin e Përtërirë në 28. Që unë kur e lexoj atë shkrim, mbushem për ti. Do ta kem diku këtu ja. Po ja, mund të shkojmë tek Levitiku 26 edhe me që kam këtu. Shiko çfarë kur flasin njerëzit për ungjillin e pervertsuar, e shtrembëruar të prosperitetit. Ati na ka vendosur që të na bëj të mirën kur neve ecim në bindje.
Ati do të mbrojë jetën tënde, ati do sigurojë për tavolinën tënde, ati do sigurojë për bijtë tënd. Thot, kur ti të ecësh me urdhrimet në festat e mia, beson tek biri tim, thot. Atëherë thot, unë thot, do kujdesem dhe për fëmijët tuaj. A nuk i thanë Zanafilla 26, se si i tha Icakut, tha di që babai tënd ta ka lënë një dëshmi të mirë, tha Abrahami ka lënë një dëshmi të mirë me mua, tha. A ecën të gjitha urdhrimet dhe ligjet dhe dekretet e mia. Qëndro këtu dhe unë do të bekoj. Qëndro këtu, tha, mos shko në Egjipt. Se pa Egjiptin që ishte prosperitet, kishte bollekun, ndërkohë aty në Bethel, besoj ishte në shkretëtire, nuk kishte në një gjë. Dhe shumë herë vëlla motër, ne na duket shkretëtire, ambientit tonë. E di pse? Sepse nuk shikojmë me syrin e besimit. Ne influencohemi nga gjërat që Satani na sjell nga gënjeshtra e tij, ja shikon, nuk e këtu, nuk e atë. Mos e lejo vëlla motër, mos e lejo që shigjeta dhe ligësitë të tilla që të mos të sjelli Satani në jetën tënde, të mos diskurajoje sepse do të heqë besimin tënd. Për të thënë që tash shikon këtu në Shqipëri, ti vllati nuk e di si është situata këtu siç më thon ndonjëherë. Po jam shqiptar, vëlla, pavarësisht se kam emigruar, jam lindur, jam rritur deri afërsisht në moshën 20 vjeç në Shqipëri. E njoh ambientin tim, e njoh popullin tim, e njoh vendin tim. E di betejat që kanë, e di vështirësitë që janë, por aty që ka influencuar vëlla motër nga vendi ku jemi neve. Mbaroi opsionet, mbaroi fuqia e tij, mbaroi manifestimi i tij, mbaroi lavdia e tij në jetën tonë, sepse ne jemi në Shqipëri apo ti je në një vend tjetër. Kërkon zemrën tënde. Kërkon shërbesën tënde. Kërkon që ti në këtë rast të gëzosh në praninë e tij duke ecur dhe duke qenë ti dëshmi në këtë rast për të shpërndar lajmin e mirë të mbretërisë. Atë kërkon prej teje dhe për meje. Ti je vegle veçuar që ta kesh lidhur jetën tënde në brirë të altarit. E di çfarë do thotë? Që në këtë rast ti tani, në këtë rast ke vendosur prioritet, zërin e tij, urdhrimet e tij, për të shërbyer atit, për shërbyer birit të tij, për të dëshmuar për birin e tij ndërpër kombet. Beson vëlla motër? Ai beson atit dhe birit të tij. Zbaton urdhrimet e tij. Do shikosh dorën e tij kur të manifestohet në jetën tënde. Dhe çfarë do bëje? Po do kesh një periudhë që do presësh, do të kesh durimin, sepse aty nuk lëviz kur duam neve, lëviz kur do të doj ai lavdiet, se është mbret. Mbretit nuk i thuhet çfarë do bëje. Mbreti bën gjërat në kohën e tij, në mënyrën e tij, siç i duket mirë në syrin e tij, lavdiatit, apo jo? Këto janë gjëra që vëllai është me zell, që dua që t'ia shpërndaj kombit, popullit tim, që lutem dhe vajtoj. Dhe sot neve largohemi dhe mashtrohemi me gjëra dhe diskurajohemi për gjëra që ati ka vendosur në shkrimin e tij. Dhe e di pse diskurajohemi, sepse në radhë të parë ne nuk lexojmë shkrimin. Nuk lexojmë urdhrimet e tij, premtimet e tij që ka dhënë në fjalën e tij vëlla motër. Kjo na bën neve që të gënjemi me Satanin. Se po të lexosh shkrimin, do mbushesh për shkrimin, do mbushesh në besimin tënd, do inkurajohesh, do forcohesh, do marrësh në këtë rast frymën e guzimtërisë, do jesh guzimtar në jetën tënde, në të përditshmen tënde, kur del nga shtëpia, kur hyn brenda, kur del jashtë. Për familjen tënde, do fillojë adhurimi i vërtetë në zemrën tënde, sepse po adhuron në festat e tij, do bësh shpërqyer në sytë e atit, do lidhesh ngushtë me të apo jo, do zbatosh urdhrimet e tij. Sa për nesh do mbajmë Pashkën sipas kalendarit biblik, që vëllai e ka folur dhe shumë për ju më keni dëgjuar si këtu dhe në Facebook apo postimet që kam thënë, vëllai motër, nëse do kalendarin e vërtetë dhe mund të flasim, mund të bisedojmë si ka ardhur ai kalendar. Megjithatë e kam shprehur masandaj hyrje në faqen e parë, që ti të gëzosh në këtë rast, të gëzosh zemrën e atit, ta nderosh atë. Po si të mund të rriqemi me çdo lloj denominacioni që shikojmë sot, me karizmatikën që nuk do t'ja di për fjalën e atit, vetëm me anë të emocioneve, ndjeva këtë, ndjeva atë, unë do t'i bindem atij, unë do ec me të. Si do t'i binde, si do ec me të? Në urdhërime, në festat e tij, jo në Krishtlindje, jo në Shën Valentin, jo në vezët, jo në Janusin, në Janarin që feston sot e gjithë bota dhe feston dhe kisha. Këto janë idhuj që ati në këtë rast po na fton që të largohemi. Këto janë idhuj që neve duhet të hedhim tutje. Me qëra fjala, ja ku keni këtu ja idhujt. Dhe gjëja e parë që ati thotë në jetën tonë, duhet të largohemi nga idhujtaria.
nuk do të bëni idhuj. E si bëjmë idhut vëlla motë në jetën tonë, duke praktikuar gjërat pagane, kalendarin e Papa Gregorit që asambleja dhe drejtuesit tënd praktikon. Ke marrë kohën tënde vëlla motër. Ke marrë në përgjegjësinë tënde për ta pyesësh në këtë rast, të pyesësh në jetën tënde frymërore. Këto gjëra që po praktikojnë, a janë biblike? Nuk është biblike në këtë rast të marrësh pemën ta vendosësh në altarin e tij, se është një gjë e nevritshme për paratit. Ligji për të rirë 16:21-22. Se po të shikosh urdhërimet e Atit, largohesh nga idhujtaria, Babilonia e madhe bie, vëlla motër, kur ti dhe unë shikojmë urdhërimet e Atit dhe i zbatojmë ato. Idhujt në këtë rast bien. Kur neve mbajmë festat pagane, kur vllai ka këshilluar me gjithë dashurinë, po vllati çfarë po flet kështuja, sepse janë në këtë rast janë përpara nesh, e kemi elefantin brenda në shtëpi dhe nuk duan të them që është brenda në dhomët. Është brenda në dhomët, është përpara teje sepse po i praktikon. I ke praktikuar dhe unë i kam bërë kohë më përpara vëlla motë. Jo se unë jam i mirë prej teje. Jo se unë e kam arritur, po mundohem që të ecë me urdhrimet e Atit, të zbatoj, të kërkoj frymën e shenjtë, të kërkoj fjalën e Atit, të zbatoj në të mirën e mundshme, gjë që ti duhet të bësh në jetën tënde. Ne sot rriqemi nga karizmatika, nga çdo lloj mësime, nga çdo lloj denominacione të tjera, ke çdo lloj baptist, reformist, dita e shtatës që janë apo që janë të jo dëshmitar, i ke plot denominacione të njeriut me çdo lloj mësime të gabuara. Doktrina në këtë rast të demonëve që flet apostulli Shauli në Kolosianët 2, të mos të rriqemi nga filozofia, nga mashtrimet e kota, dhe të mos lejojmë thot që të gjykojnë të tjerë thot që ju po mbani sabatin, pesat e tia dhe të henat e reja, sepse kjo është hija e gjëra që do vinë në 1000 vjeçarin. Isaia 66 ta flet hapurzi nga një sabat në tjetrin, nga një henë në tjetrin, nga një henë e re. Henë e re do thotë në këtë rast është dita e parë e muajit, quhet e hena e re, që janë 4 në vit që Ati na kërkon që t'i nderojmë. Në tani që ishte vit i ri, masandaj do jetë në hyrjen në fillimin e verës, në fillimin e vjeshës, në fillimin e dimrit. 4 ditë që janë të henat e reja. Dita e parë e muajit. Nuk do të bëni idhuj, nuk do të ngrini figura të gëdhendura në një kolonë. Ke kolona që shëronin, dëgjoni në frerë masandaj. Kolona dërsin të shëronte. Nuk do të vendosni në vendin tuaj as një gur të stolisur me figura, as një pemë të stolisur me figura. Ato qartë, Jeremiahu 10 nga 1 deri në 4. Mos ngri as një pemë, thot, mos zbukuro me armë argjend, thot, me rehidhe dhe digje. E thot hap por në ligji për 37, thot është një gjë e nevojshme, nuk do ta futësh as në shtëpinë tënde, thot se masandaj do zihesh kurth, në këtë rast do zihesh lakën me anë të idhujtarisë që ke hapur në jetën tënde. Dhe sot flasim karizmatikë që isha pjesë e tyre dhe e di ata ambient. Flasim për magjitë, flasim për gjëra të tilla. Kur kemi frymën e fallit që manifestohet sepse nuk është në urdhrimet e Atit, ligji për 13 përcakton 2 frymrat. Në vargjet e para është fryma e fallit. Pastaj në vargjet e tjera është fryma e shenjtë që zbaton urdhrimet, festat e Atit dhe lidhesh ngushtë me Atin. Ja si dallon profetët e rremë, mësuesit e rremë, apostujt e rremë, mësimet e rrema. Do të respektoni sabatin, sabatet të shtunat e mia, sabatet që janë festat e Atit. Do të respektoni festat e mia, thot Ati, do të respektoni shenjtorin time. Si mund ta respektosh shenjtorin e Atit, altarin e Tij, duke futur gjërat pagane, duke praktikuar Shën Valentinin, vitin e ri, duke marrë bukë me majadën çik leng rushje dhe bëjmë mëngjes drekdarkë. Kjo është mënyra katolike. Mesia tha që edhe vetë apostulli Shaul që kur të zbatoni Pashkën, ne para Koritasve 5, kur të mbani Pashkën, nuk merret kur të duam neve. Ndërkohë neve nuk do t'ja dim për ligjin, për urdhrimet e Atit dhe themi pasandaj, unë po pastrohem, po ta marr çik të lengun, çik të bukën me maja,
Këto janë mënyrat katolike pagane që kanë sjell njeriu, që shkrimi nuk ka thënë gjëra të tilla. Unë jam Jahwe, thot Ati, në rast se silleni sipas statuteve të mia, sipas festave, urdhrimeve të mia, në rast se respektoni urdhrimet e mia dhe i zbatoni në praktikë, shko çfarë do bëj Ati se rezultat i ecjes tonë. Unë do t'ju jap shirat sipas tinëve, për ju që keni tokë, thot, që keni prodhime, thot. Toka do t'jap prodhimin e saj, drurët e fshatit do t'japin frutet e tyre. Shira do të vazhdojnë deri në kohën e vjeljes së rrushit dhe vjelja e rrushit do të vazhdojë deri në kohën e mbjelljeve. Do të hani bukën tuaj sa do ngopeni dhe do të banoni të sigurt në vendin tuaj. Ja ku thot do të hash, do kesh për të ngrënë, thot do të qëndrosh në siguri, do të mbroj unë. Do të bëj thot që të mbretëroj paqja në vend. Paqja të madhe kanë ata që duan ligjin, festat, statutet e tija, thot psalmisti. Dhe asnjë gjë nuk do t'i rrëzojë. Do të bini në shtratë e askush nuk ka për t'ju trembur. Do të zhduk nga vendi tuaj kafshët e këqija dhe shpata nuk ka për të kaluar në për vendin tuaj. Të gjitha këto, vëlla motër, janë bekime se rezultat i çfarë kam nënvizuar në të zezë. Në rast se neve zbatojmë urdhrimet festat e Atit, tani që neve jemi në qytetarimin e Jeruzalemit, me anë të gjakut të Mesias, kjo është beslidhja që Ati na foli nëpërmjet patriarkëve tanë, Abrahamit, në Zbules, në Zanafilla 17, e manifestovi nëpërmjet birit të tij. Na bëri pjesë me popullin e tij. Apo si mund ta quajmë atëre? Të quajmë që Izraeli ka në këtë rast Elohimin e tyre, ka Zotin e tyre, apo jo? Pastaj për neve që ka një tjetër, a nuk është i njëjti atë që ne duhet të shërbejmë? A nuk është i njëjti Mesia? Apo për ata që kanë disa urdhërime kurse për neve nuk janë me? Këto janë teologjia zvendësuese, manipuluese, satanike që ka ardhur në këtë rast që në vitet 300 dhe ka implementuar masandaj me reformistët në 1600, vazhduan masandaj me gjërat e tyre, me shtrembrimet e tyre. Ndërkohë, në Romakëve 11 flet hapursi që Ati na shartovi në të njëjtën pemë. Që rrenja që është Ati që na mban ai dhe degët, disa degë janë ata, disa degë në këtë rast jemi neve. Disa prej degëve u kuputën, por mos ndoshta ra komplet pema, u kuputën për shkak të mosbesimit, nuk besuan tek biri i tij. Por Ati thotë është në gjendje të shartojë, thotë, nëse ata pendohen, nëse kthehen tek i biri, thotë, do të shartohen në pemën e vet. Do të shartohen përsëri. Dhe thotë mos andaj ju, jo hebrejve në besim tek Mesia, thotë, kombet jashtë, thotë, mos u bëni krenar, thotë apostulli Shaul në Romakëve 11, sepse është rrenja që të mban ty, ju nuk e mban ti rrenjën. Bësh krenar ndaj popullit të tij, do të kesh frikë, thotë. Do të kesh frikë nga Ati, thotë, do të kesh një zemër, thotë. Ndërkohë sot ku e gjejmë atë frikën ndaj Atit? Mos ndoshta është në teologjitë që kanë ndërtuar ndërtesat e tyre, që kanë anulluar urdhrimet, festat e Atit, sabatin e tij, kur Ati thotë mos ma përdosni sabatin se do t'jap një emër dhe një vend në 1000 vjeçarin, si do hysh ti vëlla motër kur ti përdos sabatin që nuk do t'ja dish? A nuk ka ardhur koha që ti në këtë rast të nderosh Atin, të fillosh të dish si ta mbash sabatin? Fillon që të premten në Perëndim, mbaron të premten, në të shtunën në Perëndim, llogaritja e ditës biblike. Nuk punon atë ditë, nuk blen, nuk shet, nuk gatuan, nuk lan, nuk merresh me çdo lloj gjë tjetër, pushon, miqson dhe në këtë rast duhet miqsoj asambleja jote, kisha jote në atë ditë. Është një ditë e veçuar, thotë, një mbledhje e veçuar që ta nderoj Matin, është një nga festat e tija. Që nga kjo e vështirë? Nuk është e vështirë, vëlla motër. Nuk është as pak e vështirë të nderosh Atin, nëse kemi një zemër. Urdhrimet e tija nuk janë të rënda. Zgjedhja ime është e lehtë, tha Mesia. Kishte fjalën që zgjedha që Ati në këtë rast më dha dhe mua dhe po ja jap dhe juve, unë zbatova urdhrimet e tija, atëherë më dëgjoni dhe mua. Por mos ndoshta erdhi për të anulluar urdhrimet e Atit, ashtu e bën profetë rej, më vëlla motër. Do të thënë Mesia eci në drejtësi, pa mëkat.
pa asnjë paudhësi. Kurse për ne masandaj na tha që neve tani duhet ecim në paudhësi, hiqë ligjin, ecën në paudhësi. Kur nuk ka ligj, nuk ka shkelje, thot apo. Po hoqë ligjin, okay, atëre jemi të drejtë në sy të tanë, okay, ja. Ato që po bën sot asambleja, është quajtur krishterimi, që është një degë protestante katolikëve. Ka një mbetje të Izraelit që ati po kërkon që ti t'jesh pjesë. Ajo mbetja zbaton urdhrimet e tia, festat e tia, beson tek i biri tia, me gjithë zemër. Do ta nderoj gjakun e besëtitje me të cilën na veçoi. Përse apostulli Shaul flet që këto gjëra na janë dhënë për mësimin tonë, që të mos jemi si ata që mos andaj në shkretë të tjerë u konsumuan. Dhe 23 mijë në një ditë, apo jo? Unë kam të drejtën, vëlla, kam të drejtën nëpërmjet frymës së shenjtë, por kam zemër dhe jam azeri që po thëras në këtë rast në shkretë të tjera. Po përgatit rrugën para se të vijë mbreti lavdisë, që ti t'jesh pjesë. Në qoftë se ke një zemër të përullur, do zbatosh urdhrimet e Atit. Në qoftë se vërtet beson tek Mesia dhe biri i tij, nuk të ndalon asnjë gjë. Po të fillosh të mashtrohesh nga frymrat, në këtë rast gënjeshtare, do të ecësh në mish, ajo përdon tekje. Le ta shikojmë përse jeta e një besimtari në këtë rast nuk ka rritje frymërore. Kur i predikohet lajmi i mirë, ai e dëgjon në këtë rast, por nuk e kupton dhe vjen i ligu dhe e merr atë që të mbjell në zemrën e tij. Kemi rastin e parë. Rastin e parë, i predikohet, nuk e kupton. Shumë prej gjërave në këtë rast që ti shikon në shkrimin, shumë prej urdhrimeve të Atit, që në radhë të parë do t'i lexosh, por ato që ke lexuar, ti nuk i kupton, masandaj refuzon mbledhjen e shenjtë, refuzon në këtë rast asamblejnë, apo në këtë rast vendin ku ishe, sepse nuk e kupton, ndërkohë shkrimi thotë që duhet të mësohet nga drejtuesit, fjala e mbretërisë, lajmi i mirë i mbretërisë, që ti duke kuptuar në zemrën tënde do kesh frutshmëri, do jesh në këtë rast i frutshëm. Meditojmë tek ligji i tij ditë e natë, Psalmi 1, që ti jemi të frutshëm. Gjethet tona nuk vishken dhe çdo gjë që neve bëjmë kemi mbarësi. Ne sot i përdorim ato shkrime, masandaj unë do t'jem pema, po pema ka një kontekst që t'jetë e frutshme, që duhet të meditojë tek ligji i tij ditë e natë. Çfarë do thotë të meditosh? E lexon, i beson, e praktikon dhe masandaj mendon dhe mediton nesër si ta bëjmë të mirën të mundshme prap, si ta nderoj Atin. Ajo është meditimi në fjalën e Atit. Kur Mesia eci në festat, urdhrimet e Atit, na la një shembull. Përse neve nuk ecim sipas fjalës? Do të thotë që zemra është e ngurtë. Zemra është mashtruar nga mëkati. Mendja masandaj të rriqet nga shqetësimet, në këtë rast nga çdo gjë tjetër, që besoj është rasti i tretë, por le ta shikojmë rastin e dytë. Rastin e dytë që përse një besimtar nuk është i frutshëm në jetën e tij. Thot ai e ka marrë në këtë rast fare, që është predikimi i fjalës, i lajmit të mirë të mbretërisë, e ka marrë thot në kur ishte, në këtë rast ai e dëgjon fjalën, po dhe e pranon me njëherë me gëzim, ajo karizmatika, euforia, por nuk ka rënje në vete. Dhe është për pak kohë, dhe kur vin mundimi për ndjekja për shkak të fjalës, skandalizohet me njëherë. Tu jemi në Mateu 13, e fjallë që është për ta kuptuar. Në rasti dytë, e pranon me gëzim me njëherë, po do bëjmë të gjëra, masandaj kur nuk ka rënje, dhe është për pak kohë. Misia është për pak kohë, sepse ishin planet të tjera, ishin diçka tjetër që kishte në zemër. Nuk u plotësuan ato gjëra, Ati nuk. Shiko, të mbajtur, ku thot shkrimi? Çdo bi ka, thot masandaj kur thonë ata të mendjes mishore. Çdo bi ka duke mbajtur urdhrimet e Atit. Çfarë të mire kemi duke mbajtur urdhrimet e Tij? Kjo profecia që vazhdon të manifestohet.
kur nuk e rrenjë, vëlla motër, ajo pemë me njerë bie. Frynera e shkulla të rrenjë. Vjen shiu masandaj, një fortunë me njerë bie. Por si do ushqehet, kur rrenja në këtë rast nuk ndodhet në atin, jeta tonës, si do ushqehet? Ushqehet vetëm nga prania e frymës së shenjtë, nga fjala e atit. Nga urdhrimet e tija që na veçojnë nga mëkati. Mëkati e shkelja e urdhrimeve, mëkati e shkelja e ligjit e para e Gjonit 3:4. Rasti i tretë. Është ai që ka marrë fare midis sferave, është ai që dëgjon fjalën e mbretërisë, lajmin e mirë, por shqetësimet e kësaj bote, mashtrimet e pasurisë e mbysin fjalën dhe ajo bëhet e pafruçme. Midis sferave, ferat çfarë paraqesin? Paraqesin Babiloninë, paraqesin në këtë rast gënjeshtrat e Satanit, shqetësimet që ai sjell. Përse do të shqetësohemi për ta? Kur Mesia tha vetë, do shqetësohesh ti për të ardhmen? Shikoj Zojsh të tha, kush i ushqen, kush i vesh? A je ti në këtë rast thotë më me pak vlerë se ata? I shikon shqetësimet çfarë na bëjnë, na rrëzojnë. Frika rrëzon një besimtarin. Nuk e di çfarë do ndodhi në të ardhmen time. Jo vëlla motër. Shkrimi e ka thënë që besimi është siguria e gjërave që shpresohen, është evidenca e gjërave që nuk shikohen. Besimi jot duhet të rritet çdo ditë. Ti nuk e shikon të ardhmen asnjëri prej nesh, ndoshta pjesërisht her pas here, kur Ati lejon. Ne nuk e dim çfarë do ndodhi në shtegun tonë, në të ardhmen tonë, por e dimi që Ati është atje nëpërmjet çfarë? Urdhërimeve, premtimeve që ai na ka dhënë, sepse urdhrimet e tija janë llambë në këmbën time, janë dritë në shtegun tim, thot shkrimi. Ligji i tij është dritë. Pesat e tija janë dritë, janë të përjetshme. Unë duke nderuar zemrën e Atit, ai do veprojë në jetën time, do veprojë në trashëgiminë time, në 1000 prej tyre, në 1000 gjenerata që ata që më duan, thot Ati, dhe zbatojnë urdhrimet e mia. Eksodi 20, një nga urdhrimet e Atit, është urdhrimi i dytë, kur flet për idhujtarinë. Shikoj dorën e Atit, që manifestohet në premtimet e tija sipas fjalës së tija që na ka dhënë. A nuk duhet që ti ta lexosh shkrimin? A nuk duhet që ti të meditosh festat, ligjin e tij ditë e natë për të qenë ajo pema e frutshme, gjithashtu masandaj do jetë edhe frutshme edhe në familjen tënde, në fëmijët tanë. Mos e lejo, vëlla motër, që shqetësimet e kësaj bote, që janë vetëm mashtrimi, Ati është ai që ka në këtë rast çdo gjë në kontroll kur zemra jote ecën në urdhrimet dhe beson tek biri i tij, beson tek Ati, që pasuritë dhe mashtrimet e kësaj bote të mos të mbysin jetën tonë, mos e bëjnë të pafruçme rrugën tonë të besimit. Prandaj shikon sot asambleja janë të pafruçme. Prandaj shikon jetën e besimtarëve janë të pafruçëm, sepse janë me ke një pjesë që janë të shqetësuar për të ardhmen, që në këtë rast besimi ka ikur. Në momentin që ti dhe unë shqetësohemi, besimi ton ka rënë. Masandaj ke anën tjetër që janë të gënjur, të mashtruar me kënaqësitë, me qefet e kësaj bote, me pasuritë e kësaj bote. A nuk na dha shembull Mesia, vëlla motër, në Mateu 4? Mateu 4, vëlla motër, është shembulli që Mesia na le si duhet të reagojmë ndaj çdo manipulimi dhe çdo situate që Satani na sjell, apo afrimiteti apo joshje. Çfarë do të bëjmë? Të zbatojmë urdhrimet e Atit. Njeriu ron me çdo fjalë që del nga goja e Elohim. Ku ishte shkruar kur vjen në tundimi i parë? Ishte shkruar në Levitiku 8:3. Vazhdon pastaj në këtë rast të njëjtat gjëra që i ofron Satani, dhe Mesia dhe prap na drejton tek Ati në urdhrimet e tija, të rrojnë nëpërmjet urdhrimet e tija. Galatasve 3:11-12, Ezekieli 20, të rrojnë nëpërmjet urdhrimeve të Atit, është jeta jone, është fjala e jetës. Veprat e Apostujve 7:38, Stefani përcakton fjala e jetës.
Atë që po thesha, që në tras urdhrimet na është pjesa, do të jetë pjesa e jetës tonë, që të mos çfarë, të mos i heqim, të mos i shtojmë. Dhe ku e kishte thënë këtë? Shikoj çfarë thotë, para se të kalojmë atje, se ka një kontekst. Kurati thotë që runi që të mos bijeni në kurthin e ngritur duke ndjekur shembullin e tyre të kombëve, pasi janë shkatëruar përpara teje, thotë, dhe çfarë do bësh thotë? Ti do informohesh mbi hyjtë e tyre, thotë. Duke thënë si shërbeni këto kombe hyjtë e tyre, dhe unë do të veproj kështu. Dhe kur shikoj disa foto të disa vëllezërve që luten, që kam shtrirë në trasdorën me çdo lloj mënyre, me dashuri, që dua që të shërbenim bashkë. Kur shikojmë disa foto të hynive, altareve të natës, me orë të tëra, domethënë nuk që ka me prania atit, po janë tani është kënaqësia për 7 orë duke adhuruar dragonin. Me veshjen e dragonit. Vlla mos shko në atë vend. Vlla mos ec, sepse nuk kam zerën e frymës që ti të ecësh, të shkosh. Jo, unë do shkoj. Thjesht ta thesha, por nuk është rruga që duhet të ndjekësh. Mos shiko Egjiptin, mos shiko Babiloninë, mos shiko Europën apo Amerikën apo Kanadanë, vlla motër, sepse janë vende që do të tërheqin nga mishi. Çfarë ka shkruar Ati për jetën tënde? Ku do të qëndrosh? Ati do manifestohet dora e tij që ti jesh i frutshëm. Shillojmë, mos ndaj. Çdo njeri ka vendosur çfarë do bëj. Nuk do të veprosh kështu me Jahun, do të Elohimin tën, sepse ata me hyjtë e tyre kanë bërë ato gjëra të neveritshme për Jahun që ai i urren. Kanë djegur madje në zjarr bija dhe bijat e tyre për nder të hyjnive të tyre. Përse ti do të bashkohesh me frymën e vdekjes, me altarin e të ligut, me balin, me festat e tia. Ndërkohë bali adhuroshe që në kohën e Nimrodit me pemët, me vezët që ngjyroseshin me gjakun e sakrificave që i çonin balit masandaj, ishin flijimet e ushqimeve të tyre që i çonin. Dhe sot del ashtu quajtur pastori në për Euronews dhe çukasin vezët. Çukasin vezët e balit. Që Mesia nuk ka lënë gjëra të tilla, nuk ka lënë pemë, nuk ka lënë urdhërime të tilla, nuk ka rënë që ti të zbatosh gjëra të tilla apo ditëlindjen tënde. Nuk na la ditëlindjen e tia për në këtë rast për ta mbajtur. E di pse, se masandaj nuk donte të fokusohesh tek lindja e tia, por donte të fokusohesh në këtë rast duke mbajtur Pashkën që paraqet ringjalljen e tia. Pashka që është vdekja, masandaj festa e bukës pa maja, që ai u ringjall në atë festën e bukës pa maja, që sapo e përmenda. Sapo e thash pak më përpara, që në Luka 23, vargjet 54-56 po e mbanin motrat si rezultat i mbajtjes së urdhrimeve të festave të Atit. Që në festat e Atit Mesia paraqitet, shfaqet në festat e tia, do vi në festat e Atit. Do të kujdesin të zbatonin në praktikë tërë gjërat që unë urdhëroj dhe nuk do t'ju shtoni asnjë gjë, thotë. Nuk do t'i shtoni asnjë gjë. Çfarë thotë në zbulesa? Unë ju deklaroj, kudo që dëgjon fjalët e profecisë të këtij libri, të kujt, të Biblës, të shkrimit, nëse ndokush do t'i shtoj këtyre gjërave, Elohim do t'i dërgojë mbi te plagët e përshkruara në këtë libër. Ku ishin përshkruar plagët? Ndoshta ka plagën në Dhjatën e Re, në Beslinë e Re? Jo, janë përshkruar në ligjin e përtërirë, në Levitiku 26, në ligjin e përtërirë 28, 29, 30 kapitull. Ka vendosur përpara jush bekimin dhe mallkimin. Në qoftë se në rast se do zbatoni urdhrimet e mia, do keni këtë të mirën. Në qoftë se masandaj do jeni rebel, thot, ati vazhdon me gjykimin. Dhe nëse dikush heq fjalët e librit të kësaj profecie, Elohim do të heqë pjesën e tij nga libri i jetës dhe nga qyteti i shenjtë, qyteti i Jeruzalemit, një vjeçarin, dhe
gjëra që janë përshkruar në këtë libër në shkrimin nga Zanafilla deri në zbulesa. Mos ndoshta apostulli Joanan po thoshte diçka të re nga fryma e shenjtë, sapo e pam pak më përpara. Nuk do të shtoni, nuk do të hiqni asnjë gjë. Nuk do t'i shtoni asnjë gjë. Nuk do t'i hiqni asnjë gjë. Të njëjta gjëra. Atë që ati po thoshte pak më përpara, nuk ka ndryshuar, nuk ndryshon fjala e tij, nuk ndryshon karakteri i atit. Është i përjetshëm, është i përsosur. Unë jam Jahve, nuk ndryshoj, tha. Në Malakia 3:6 apo jo. Nuk ka ndryshuar ligji i tij, nuk ka ndryshuar beslidhja e tij. Frika e Jahve është fillimi e Zanafilla e urtësisë, kuptim të mirë kanë ata që zbatojnë në praktikë urdhrimet e tij. Kuptueshmëri të mirë kanë ata që zbatojnë në praktikë urdhrimet e tij, janë të urtë, marrin jetën nëpërmjet urdhrimeve të atit. Ky është fillimi, kjo është tërësia e njeriut. Urdhrimet e tij që ti shikon në psalmi, mos ndoshta ke beslidhje të re këtu, apo edhe në rast psalmit u hoqen. Po të heqësh psalmet, mos andaj do heqësh profecinë për ardhin e Mesias, që flitet pak në psalmin 110 apo psalmin 2, që ati po vazhdon të nënshtrojë armiqtë e tij në këmbën e tij, të birit të tij, qëndron në të djathtën time derisa të ke vendosur, thotë, apo jo, armiqtë tu në këmbën tënde. I gjithë shkrimi është për ne, kur thotë shkrimi i gjithë shkrimi, çfarë kishte apostulli Shaul kur thoshte i gjithë shkrimi? Kishte Toranë, ligjin, kishte librat e parë. Ne është të dhenë, thotë, për doktrinë, për bindje, për ndreqje, doktrina e mirë, mos ma braktisni ligjin tim, fjalë të urta 4:2. Po e mbyllim këtu, vëlla motër. Do kemi kohë të vazhdojmë me pjesën tjetër, me mësimin e ardhshëm. Lutem Atit që të ketë prekur zemrën tënde. Lutem Atit që ti të marrësh përgjegjësinë dhe të shikosh shkrimin, urdhrimet, festat e tij biblike. Lexo Levitikun 23, lexo ligjin e Përtërir 12 që është pashka e tij në datën 8 prill. Ja po edhim dhe shkrim që ta shikosh. Fesën e Pashkës në datën 8 prill. Sipas shkrimit, Eksodi 12, Luka 22, para Korintasve 5 janë shkrimet mbështetëse që ti mund të lexosh, të zbatojmë urdhrimin, festën e Atit, që të gëzojmë zemrën e tij. Masandaj kemi të nesërmen, për 7 ditë mbas Pashkës, është festa e bukës Pamaja, që asamblea mban dhe vazhdon të mbante Mesia për 33 vjet. Në Luka 23 po të shikosh shkrimin. Luka 23 është mbështetës në vargjet 54 deri në 56, gratë që kishin ndjekur Mesian nga Galilea, pushuan, siç e tham pak më përpara, në ditën e parë të festës së bukës Pamaja, që quhet Sabat sipas urdhërimit. Festa e bukës Pamaja nga data 9 deri në 15 prill. Data 9 është pushim e Sabat, mund të gatuash në atë ditë, atë na lejon vetëm të gatoj për ditën, dhe në datën 15 është pushim, fillon në perëndimin e ditës së kaluar deri në perëndim të asaj dite. Këto 2 ditë janë ditët e pushimit lavdiatit. Shalom për ju që më ndoqët, Adonai ju bekoftë, Ati tonë, krijuesi në birin e tij, Yeshua Mesian, të sjellë dëshminë në zemrën tënde për formimin tënd, për ecjen tënde,
Shpërndaje, nëse ke një zemër, bëj një like, bëj një koment, në shkruaj ndaj kanalit tonë për mësimin tënd, për çdo postim që hedh për lavdi të Atit. Ju përqafoj në emër të Jashuas, Adonai qoftë me juve. Haleluja. Shalom, shalom.